Policia e Hasit ka goditur një rast të vëmëtarisë së paligjshme të lorave të fatit. Në pranga ka rënë pronari i një lokali, 58 vjeç, gjatë kontrolleve të kryera, lut sekustruar një celular, skedina dhe një sasi parash. Strukturat e komisariatit të policisë Has në bashkëpunim me specialistët për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare në detyrim vendor të policisë Kukës në vijim të kontrolleve të bazuar tek puna operative me objektiv evidentimin e subjekteve të vëna në dispozicion të organizimit të kundërligjshëm të lorave të fatit, ka ngoditur një rast të kësaj vëmëtarie në qytetin e Krumës, ku si rezultat arrestuan në flagrancë një 58 vjeçar banues në Krum, thuhet në njoftimin zyrtar të detyrisë vendore të policisë Kukës. Sipas këtij njoftimi, ky shtetas në ambientet e lokalit me përdorim të tij dyshohet se organizonte ilegalisht lora fati me celular. Në cilësinë e provës materiale u sekustruan një celular, skedina dhe një sasi parash. Kontrollët kundër kësaj vëmëtarie të kundërligjshme vijojnë, njoftoi policia. Materialet procedurale i u referuan prokurisë së Kukësit për veprime të mëtejshme.